Të nderuar të shikues mirë mbrëma, me regjia si që përmendon vazhdimisht, na e bëri më mirë këtë radhë, domethënë na ka futur me sekonda. Tela. 45 thot. 45 sa vajti, u futur. Faleminderit shumë. Të nderuar të shikues mirë mbrëma dhe ju. SPAK ka goditur një organizatë fuqishme kriminale, shumë të fuqishme, të narkotrafikut, që dyshohet se ka pastruar qindra milion euro në Shqipëri. Edhe skeptikët më të mëdhenj, që janë një pjesë edhe më gjithë tani njeri prej tyre që unë s'do t'a them këto, më tha më por mos duhet bërë me SPAK, unë tha se mirë po bëjnë këta. Nuk po uaqë. Edhe dikush i bie një jantor i emisionit. Bërë gabim unë. Tani, ka pastruar, do me thënë një bandët fuqishme kriminale që dyshohet se ka pastruar qindra milion euro në Shqipëri. Për këtë aksion, ne do të flasim nderuar të shikues në pjesën e parë të emisionit. Ndërsa në pjesën e dytë ne do të vjojmë të flasim për protestën e cila ka mbritur në ditën e saj të 19, do flasim gjerësisht dhe për këtë me një panel tjetër, të ftuarish dhe do të shohim, domethënë, do të shohim e dëgjojmë, kupton se shumë gjëra kemi filluar të shohim e dëgjojmë në vendin që jetojmë. Në studio për pjesën e parë, zonja Klodiana Lala, faleminderit shumë, zonja Lala, vape madhe. Pak vap tani. Ashtë. Sokol Bregu, Gjevaj Zhabina, Anditela, faleminderit shumë. Pra, thamë që Braga bimon këtu? Po, më lajmërin nga redaksia që në pjesën e dytë, ne do të flasim për protestën, thamë, pasi ju prezentëm, dhe pas të kamë të pjesë e parë, të vimi lidhje fare vetëm 2 minuta me gazetaren tonë, Marina Sulëllari. Marina, faleminderit, mirë mbrëma, mirë dukesh. Protesta si duket. Atëherë, ylli jemi në ditën e 19 të protestës. Protesta nisi qetësisht nga Sheshi Skënderbej, por me një devijim jo si ditët më përpara, ku nga Sheshi Skënderbej ditët më përpara janë nisur direkt drejt Sheshit Skënderbej, drejt kryeministrisë, ndërkohë që këtë herë nga Sheshi Skënderbej shkuan direkt drejt parlamentit aty ku ishin edhe deputetët e Partisë Socialiste. Aty ndaluan për disa minuta duke kryer thirrjet e tyre për dorëheqjen e kryeministit Rama, si dhe për dorëzimin e mandateve që kjo qeveri ka. Ndërkohë nga parlamenti u nisën drejt kryeministrisë, ku aty tani janë pozicionuar duke folur në podium, duke kryer thirrjet e tyre, si dhe ata paralajmërojnë që derisa thirrjet e tyre të dëgjohen dhe kryeministri Rama të japi dorëheqjen, ata nuk do të ndalen. Ndërkohë që disa nga kërkesat e tyre kryesore janë anullimi i ligjit 21-2024, si dhe dorëheqja e kryeministit Rama. Këto janë ato dy kryesore të cilat kryesojnë në kërkesat e qytetarëve, por mira qytetarë janë mbledhur edhe për sa i përket problematikave të arsimit, shëndetësisë, gjendjes ekonomike, vështirësisë që ata hasin çdo ditë në përditshmëritë e tyre. Ndërkohë që pjesëmarrja në protestë paraqitet e lartë, si çdo ditë tashmë, qytetarët mblidhen që në orën 19 dhe më pas vijon deri në orët e vona të natës. Situata paraqitet e qetë me një protestë qytetare me heterogjene shumë me shumë përberje, me përberje të ndryshme nga që kemi paraqitur dhe ne në emisionin tonë, që variojnë nga njëri grupim në tjetrin që nuk ngjajnë fare me njëri tjetrin, po janë bërë bashkë, në mënyrë të çuditshme janë bërë bashkë dhe është një lloj i ri proteste i pandeshur ndonjëherë në Shqipëri. Sa janë afërsisht, mendon? Pyllaj nuk mund të kemi një shifër të saktë, dim të themi që jam me qindra mira qytetarë të mbledhur në bulevardin e Shtëpisë. Qindra mira, jo Marina, se dhe për shembull numri i protestuesve është i lartë. Jo, nuk po them, unë nuk do t'i ul, jo. Po qindra mira pastaj se dalim thonë nga 2000 në qindra mira dhe nuk shkon. Duhet gjetur nëse. Okej. Falenderoj shumë për ndryrjen, nëse do kemi ndonjë gjë edhe gjatë pjesës tjetër që ne do të jemi direkt me protestën, do të jesh e mirëpritur për të thënë se nëse ndodh ndonjë masive, për diskutim që ka qenë masive. Urdhroi dhe zonja Lala që është masive. Po, patjetër, është masive. Duhet thënë kjo gjë dhe ka qenë protestë një natyre veçantë, ka qenë protestë qytetare pa incidente. Do diskutojmë gjërësisht.
Se do jym tani të tema se Nga që njajnë dita ditës, lajmi është që ti në studio nuk janë protest. Nuk janë protest. Jo, unë isha në fakt në protest. Marinën unë ndërprim me Marinën tani, në sqaroj ajo, okej. Sa më shumë le të dalin. Popullata le të dalë gjitha. Mirë është për protesta, për gjitha dhe... Se vdes protesta, zoti Rakipi, s'ka, nuk funksionon demokracia. Ja se po më shkruajnë që duhet kjo në emisionin për drogën, po e futëm për atmosferën e protestës. Kalojmë direkt në temën që kemi. SPAK, tham, ka goditur një tjetër organizatë fuqishme të narkotrafikut dhe ka sekuestruar pasurinë në vlerën e 100 milion euro. Ja, këtu janë 100 milion, fakt. Këtu po? Këtu është e vërtet, 150 milion, të pastruar në ndërtim, resorte, vila e tjera. Zoja Lale tani, çfarë është popullata tani edhe temperatura po rritet si shtamë, ka shumë nevojë të dëgjoj gjërat në mënyrë sa më të thjeshtuar që edhe t'i kuptoj. Se edhe nuk e kupton tani popullata shkret që të thotë 100 milion para tani e të gjitha që kush i kishte, dalin dhe emra që i dëgjojmë për të parë. Çfarë është kjo organizat? Ta ja shpjegon t'i popullatës, dëgjon ajo, si ka nisur hetimi i SPAK dhe që janë konkluzionet e deri tanishme. Është e vërtet që bëhet fjalë për një organizat, pra nuk është një grupim i vetëm kriminal, por janë disa grupime që kanë bashkëpunuar dhe bashkëvepruar në trafikun e lëndëve narkotike të llojit kokainë nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe në Shqipëri. Që sigurisht se cili prej grupimeve ka patur një krye dhe një organizator dhe po ashtu këto grupime rezulton që në pjesën më të madhe të kohës kanë marrë sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike tek i njëjti furnitor ose tek i njëjti person i cili deri më tani nuk ishte një personazh shumë i njohur për autoritetet shqiptare, por edhe për media. Tani bëhet fjalë për një hetim të nisur 6 vite më parë, në maj të vitit 2020, Policia e Shtetit është drejtuar Prokurorisë Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me një referim, duke pretenduar që Shpëtim Aliu ose Salvatore Aliu, që ka emrin e ndryshuar, një shtetas i cili është 50 vjeçar, kishte dyshimet, ishte i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike, në cilësinë e organizatorit, furnizuesit, por edhe të financuesit, dhe për këtë arsye, prokuroria do duhet të hetonte rreth aktivitetit kriminal të këtij personazhi. Ndërkohë nga ana tjetër, në të njëjtin referim bëhej me dije që vllai i tij Isa Aliu ishte i përfshirë në veprën penale të pastrimit të parave dhe në atë kohë Policia e Shtetit kishte pak të dhëna dhe fliste për një rrjet supermarketesh në qytetin e Elbasanit, të cilat përmes të cilëve dyshohej që mund të kryej pastrim parash. Kjo ka qenë piknisja e hetimit, është regjistruar në atë kohë vepra penale ose dosja për pastrim parash, por nuk ka patur të dhëna për thuajse 4 vite me radhë, nuk ka dhënë asnjë rezultat. Në vitin 2025, nga një tjetër dosje penale, është zbërthyer kodi i skaj të njërit prej personave të dyshuar dhe konkretisht ati që mund të konsiderohet si personazhi më i rëndësishëm i narkotrafikut në këtë organizatë kriminale, që është Shpëtim Aliu, një personazh i larguar shumë herët nga qyteti i Elbasanit, i vendosur kryesisht me bazë në një nga zonat rezidenciale në Dubai, në Ekuador, por ndërkohë frekuentonte shpesh edhe Dubai dhe në Ekuador kishte arritur të krijonte lidhjet me kartelet atje dhe të siguronte sasi të mëdha të kokainës dhe furnizonte grupime të ndryshme kriminale. Tani, në momentin që është zbërthyer skaj, nga përpunimi i të dhënave dhe bisedave të zhvilluara mes personave të ndryshëm dhe krerëve të grupeve tjera kriminale, prokuroria e posaçme ka arritur të firmosë në total 10 urdhër arreste, është ekzekutuar vetëm njëri prej tyre, të gjithë personat e tjerë janë në kërkim. Rezulton që grupimi kriminal i drejtuar nga Shpëtim Aliu, po përmend emrin e lindjes jo të ndryshuarin, bashkëpunonte me 4 grupime të rëndësishme kriminale. Grupimin e Dritan Gjikës, një personazh shumë i njohur nga autoritetet e Ekuadorit i arrestuar atje, madje i përfolur me lidhje shumë të forta deri në qeverinë e Ekuadorit, grupimin e Eldi Dizdarit, një personazh i përfolur që nga 2018 për shkak të përplasjes që pati me Ervin Matën dhe me Ervis Martinin. Ervis Martinin e dim që është i zhdukur pa gjurmë prej vitesh, ndërkohë që Ervin Mata është i arrestuar aktualisht në Brazil për llogaritë e një urdhër arrestit të SPAK, po për trafik të kokainës dhe grup të strukturuar kriminal.
Po ashtu, grupimi i Shpëtim Aliut furnizonte me drogë edhe një tjetër grupim të dyshuar dhe që drejtohej nga Armando Pacani. Armando Pacani ka qenë thuajse një fantazëm për autoritetet shqiptare, është kërkuar nga autoritetet e Brazilit dhe ka një dosje të rreth 700-800 faqe ku jepet i gjithë aktiviteti, është i pari shqiptar që ka përdorur edhe vendet e Afrikës qendrore për trafikun e lëndëve narkotike të llojit kokain. I vetmi grupim që ishte thuajse i panjohur dhe i papërfolur deri më sot është ai i Sokol Bibaj. Në pamje të parë, vllai i tij Nikol Bibaj rezultonte biznesmen në Shqipëri, kishte arritur të investonte në ndërtim, kishte marrë një sër projektesh që kishin bënin për ndërtimin e resorteve, hoteleve luksoze tjera me radhë, por nga ana tjetër vllai i tij konsiderohej si një grosist i trafikut të kokainës, i përqendruar kryesisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe që sillte miliona euro në Shqipëri dhe që pastroheshin përmes vëllezërve të tij në Shqipëri, tash kryesisht në ndërtim, mbetet për të parë pastaj edhe mënyra të reja të tjera të pastrimit të parave. Çfarë bënte përshtypje në gjithë këtë histori, në ato pak materiale sa kanë rrjedhur në lidhje me këtë kartel kriminal, është që Shpëtim Aliu arrinte të siguronte brenda një periudhe shumë të shkurtër miliona euro. Pra vetëm në 2 biseda, të cilat janë bërë publike deri më tani, vllai i tij Isa Aliu e orienton dhe e informon Shpëtim Aliun që kishte 6 milionë euro cash dhe ky më pas përmes një bisede të dytë i thotë që brenda pak ditësh do marrë edhe 20 milionë euro të tjera. Pra shumat që fitonin nga tregtia e kokainës ishin marramëndse dhe investoheshin kryesisht në ndërtim. Fillimisht ka patur një shqetësim shumë në rritje mes dy vëllezërve, sa i përket pastrimit parave, madje Shpëtim Aliu e orientonte vllain që t'i groposte parat në fuqi 50 litroshe në tokë me qëllim që të mos kapeshin nga autoritetet, ose të blinte apartamente të posaçme dhe bënte ndarje për t'i vendosur parat aty. Me sa duket, mënyrat inovative që kanë të bëjnë me kriptomonedat apo përmes kompanive të vogla fillimisht dhe më pas të ligjëruara në Shqipëri kanë arritur të injektojnë miliona euro në tregun e ndërtimit dhe prokuroria e posaçme ka arritur të sekuestrojnë në këtë grupim kriminal 150 milion euro. Pra këto janë të sekuestruara deri më tani, që janë kryesisht vila luksoze në zonat bregdetare, janë hotele që janë në një farë mënyre të lidhura me brende shumë të njohura ndërkombëtare, më pas janë llogari bankare, janë sipërfaqe toke e tjera me radhë. Duhet theksuar që Shpëtim Aliu nuk ishte shumë i njohur për autoritetet shqiptare, por nga ana tjetër ai ishte i kërkuar nga autoritetet e vendeve tjera. Në Shqipëri, nipi i tij Oklid Elowani, që është gjithashtu me mas të re sigurie, ka qenë më herët po me mas për vrasjen e një biznesmeni në qytetin e Elbasanit, Mundi Mhalla, ne kemi drejtuar edhe në emisionin tuaj, dhe në atë kohë tha që bëj fjalë për një borxh prej 700.000 eurosh, por duket se dhënat po flasin për një vrasje që ka të bëjë pikërisht me prishjen e pazareve të drogës. Karakteristike në rastin konkret është që ky kartel kriminal, përveç se rastit të Elbasanit, nuk rezulton nga hetimet e deritanishme që të ketë patur vrasjen në mesin e rivalve. Pra kryesisht ato kanë bërë biznes të pastër. Pra unë sjell kaq kilogram, madje ka disa detaje aty në dosje që thuhet do të përdysim Europën me kokain ose kemi kaq para, unë po nis për shembull sasi deri në 8 ton në muaj. Por duhet kemi parasysh dhe një gjë që grupimet e ndryshme, thash, një grupim drejtohet nga Eldi Dizdari, një tjetër nga Armando Pacani dhe Sokol Bibaj, nuk furnizoheshin vetëm nga Shpëtim Aliu, furnizoheshin edhe nga grosistë të tjerë dhe përgjithsisht pjesë e këtyre grupimeve ishin dhe shtetas nga Ekuadori, nga Kolumbia, nga Peruja, Brazili e tjerë me radhë. Pra nuk ishin grupe tërësisht shqiptare. Për shembull Armando Pacani, pjesën më të madhe të grupit që drejtonte, kishte të bënte me shtetas të huaj. Unë do t'ju dërgoj një sket që e kam siguruar nga dosja hetimore, që është do ja kaloj tani Rozhanit, që tregon mënyrën se si grupi Armando Pacanit funksiononte. Armando Pacani është larguar nga Shqipëria kur ishte vetëm 12 vjeç. Dhe sot, deri para pak kohësh, derisa autoritetet e Brazilit e kanë identifikuar dhe kanë shpallur në kërkim, autoritetet shqiptare nuk kishin një foto të tij. Pra nuk arrinin dot sistemin tim, sepse fotoja që ai kishte në sistem ishte e shumë viteve përpara, kur ishte larguar me dajën e tij në drejtim të Gjermanisë. Ai është i martuar me shtetaste të huaja. Pra ideja është që ishte një personazh thuajse i panjohur, ndërkohë që për Shpëtim, më falni, për Dritan Gjikën është folur për një kohë shumë të gjatë për shkak lidhjeve shumë të forta që kishte me antarë të qeverisë në Ekuador apo me personazhe shumë të njohur. Do zbresim konkretisht me këta
me dy personazhet e tjerë, me Eldi Distarin dhe Dritan Gjikën. Tani, 3 të ftuarit e tjerë, do me thënë, Lala nënvizoj që kjo është një organizatë, por që e lidur me organizmat të tjera. E thekson SPAK aty që... Bandat të tjera, 4 grupime, tha. Të gjitha lidhjet. Edhe kjo edhe dosja e mparshme ishte me të gjitha grupet kriminale, ajo e mparshme ishte, ajo që të bjen sy përveç grupeve latine, Paraguay, Bolivie, Ekuador, Kolumbie, tjera që jemi mësuar, Holland, Marok, kishte edhe japoneze e cila mund të binde në sy që shqiptarët mund të kemë bashkëpunuar ndonjëherë me mafia. Si ka nisur hetimi SPAK-ut për këtë? Është nga Skaj dhe Engroçat, i ardhur në 2021. E janë thjesht përgjimet? Janë përgjimet. Ajo që të bie në sy është fakti që... Konkret ka patur, për Shpëtim Aliun ka patur... Ka patur edhe të tjera. Të policisë të shtetit, por ajo shkresë nuk ka shkuar më të sa i përket hetimit. I SPAK-ut këtë radhë nuk janë arrestimet. SPAK e dinte fare mirë që 7 prej tyre ndodhen në Dubai në gjendje arresti dhe që nuk i ekstradon dot, për një arsye. Edhe sot... Jo për arsyen e vetme që Dubai nuk ekstradon, por të gjithë këta akuzohen në vëndet të tjera që kanë përparësi shumë herë më të madhe se Shqipëria për krime më të rënda se SPAK i akuzon në këto momente. Pra, Firenze e cila është kryesorja për Dizdarin, që i ka ngritur një akuzë më të rëndë se që i ka ngritur SPAK, kështu që kërkesa më e parë për Dizdarin do tjetë Italia, e me radhë që mos mere me çdo person, i kërkon Ekuadori, i kërkon Brazili, i kërkon Belgjika, pra ata kanë kërkesa të tjera. Dhe cili është thelbi i SPAK, pse vërtet i çon një mas sigurie arrest me burg në munges. Thelbi është parat që kanë në Shqipëri. Pra, dukshëm kryesorja, po, dukshëm ky është Gjika dhe Dizdari. Dukshëm, SPAK ka patur vetëm një qëllim, jo evidentimin e tyre në trafikun e drogës tashmë, por evidentimin e tyre në bizneset dhe inkorporimin e tyre në bizneset shqiptare, blokimin e aseteve kriminale, ky ka qenë qëllimi kryesor, sepse për herë të parë SPAK edhe në deklaratën e vet thot hapur që 7 prej tyre nuk banonin në Shqipëri, 2 u shpallën në kërkim dhe një u arrestua. Pra ishte në dieni që përpara se të niste operacioni që kryesorët e kësaj dosjeje nuk ishin fare në Shqipëri. Pra qëllimi nuk ka qenë arrestimi tyre se nuk mund t'i gjendë dhe i ka të pamundur edhe për t'i sjell në formën e ekstradimit, por qëllimi është blokimi aseteve të tyre kriminale në Shqipëri. Dhe besoj e tha Klodi që bëhet fjalë për rreth 150 milion euro. Me qa shonë në dosje në ato pakë, se këtë radhë çuditërisht dosja shumë e vështirë për të gjetur, ndryshe nga dosjet e tjera të cilat rrjedhin brenda ditës, kjo është një dosje e vështirë për të gjetur, nuk e di për cilat janë arsyet, mund të ketë pjesë hetimore në të që lidhen me të akuzuarit, por ajo që bie në sy është që janë kontrolluar biznese pa fund për cilat dyshohet se këta mund të pastronin. Pra, nuk janë vetëm ato të sekuestruarat. Janë bërë kontrole personale në persona të tjerë dhe në bizneset të tjera për cilat nuk kanë gjetur një lidhje dhe tashmë janë në syrin dhe objektivin e SPAK. Ajo që po kuptoj është që SPAK tashmë nuk ka më interes arrestime ndaj personave që janë marrë me trafikun ndërkombëtar të drogës, dukshëm SPAK tani ka vetëm një qëllim: blokimin e aseteve kriminale dhe futjen e tyre në industrin sidomos në biznesin e ndërtimit kryesisht, por edhe në hoteleri. A është kjo një sinjal qartazi që SPAK, edhe pse ata është lodhur duke dëgjuar qoftë edhe median, qoftë edhe publikun, po mas edhe politikën që ju s'keni çaj bëni se janë në Dubai, dhe ka kaluar në variantin e shpigur në Itali, prej Falcones, që çfarë rëndësie ka i kape apo jo, merru parat, kjo i dhëm më shumë. Dhe ashtu siç duket në dosjen e i referohemi 2021-shit, kanë shitur tonelata me drogë për këto para, dhe SPAK ja u merr brenda një dite atë që ata kanë shitur prej vitesh me radhë. Pra, që të arrish perandorin lartë të drogës, do të duen shumë vite, pasuria të merret me një orë kërkim nga SPAK. Brenda një çast. Vetëm një sekond ylli, kjo është sketa që kanë bërë autoritetet e Brazilit, po ta shikosh me kujdes, ai në krye është Armando Pacani, dhe ai konsiderohet si kreu i grupit bashkë me një shtet i është i pa identifikuar dhe i pa njohur për autoritetet, por ka vetëm Armando Pacani tani
Si se kemi Armando Pacanin? Është Armando Pacani. Te kjo organizat? Te kjo Ka 4 organizat. personazhe. Shpëtim Aliu është personazhi I cili I bashkon të gjithë. Po flasim për Shpëtim Aliun, për Dizdarin Atëherë, dhe Gjikën. të lutem. Po? Shpëtim Aliu është në krye dhe furnizon të gjitha grupimet. 4 grupimet Po, e the tjera 4 grupimet e tjera. janë Armando Pacani, Eldi Dizdari, Dritan Gjika, Dizdari dhe Sokol Bibaj. Pra këto janë 4 grupime të cilat në thel bëjnë një kartel. Pacani, po. Dhe po të shikosh Pacanin që i teti deri këto vonë nuk ka patur as edhe një foto e autoritetit shqiptare, po ta shikosh gjithë grupimi I tij kriminal ose krerët e grupimit janë të gjithë shtetas të huaj, që janë nga Ekuadori, Peruja, Kolumbia, Brazili e tjerë me radhë. Pra ky është një shqiptar I cili drejton gjithë rrjetin e narkotrafikut dhe ndërkohë është I vetmi prej tyre që ka rolin e drejtuesit dhe që furnizoi një nga furnitorët ishte Shpëtim Aliu, sepse ka edhe furnitorë të tjerë. Po të shikosh të njëjtën sket edhe për Dritan Gjikën, është e njëjta situatë. Pra, Dritan Gjika është I vetmi shqiptar dhe gjithë përbërja e grupit që ai ka janë komplet shtetas të huaj. Ndërkohë Eldi Dizdari është ndryshe. Pse është ndryshe? Sepse Eldi Dizdari në dosjen e autoriteteve italiane bashkëpunonte me një tjetër shqiptar që ishte Dritan Regjepi dhe aty ka në përbërje shtetas italian, shtetas të vendeve të Amerikës Latine e tjera me radhë. Ndërkohë që surpriza nëse mund ta them për autoritetet shqiptare ishte Sokol Bibaj, sepse vllai vet këtu në Shqipëri në pamje të parë ishte një biznesmen I ligjshëm, një person I cili kishte arritur të merrte, të bënte ndërtime e tjera me radhë, të injektonte miliona euro në ekonominë shqiptare përmes ndërtimit, ndërkohë që nuk kishte asnjë të dhënë për vllain e vet që në një farë mënyre, të paktën sipas të dhënave të siguruara nga prokurorët, nga zbërthimi I SKECS-s, mund të çonte deri në 8 ton kokainë në muaj në vendet e Bashkimit Evropian ose në Britaninë e Madhe. Pra ky grupim ishte thuajse tërësisht I panjohur për autoritetet. Dhe çfarë ndodh në gjithë këtë histori është që grupimi I Shpëtim Aliut kishte bashkëpunim dhe me një tjetër grupim që ne kemi diskutuar më herët, grupimin e vëllezërve Pepaj. Po, që ne kemi folur gjithësisht në dhe emision. Pepa Group ishte një ndër kompanit në pamjet parë e ligjshme me shumë para që qarkullonte, që kishte fituar 10 miliona euro tendera publik, ndërkohë që vëllezërit Pepaj furnizoheshin së pari nga Shpëtim Aliu dhe së dyti nga të tjera grupime. Pra në thelb të gjitha këto personazhe I lidh një personazh rreth të 50-ave që është nga Elbasani dhe që në Shqipëri ishte thuajse I panjohur. Madje unë jam habitur ku kam parë foto në sistemin Teams me foton që ai ishte realisht tani dhe kërkoi nga autoritetet në Ekuador. Pra është një person tërësisht I ndryshuar nga pamja e jashtme dhe në Shqipëri ka hyrë shumë rrallë dhe përpjekjet pasi është sinjalizuar SPAK nga autoritetet shqiptare, pra nga policia në rastin konkret përmes shkresës së 2020-s, është përgjuar, është vëzhguar, por nuk ka dhënë asnjë rezultat. Pra në Shqipëri bënte një jetë krejt të thjeshtë, pa rënë në sy, dhe në momentin që shkonte në atë oazin e vet, fillonte pastaj furnizimin e grupimeve me tonelata kokainë. Dhe vetëm në një vit e gjysmë këto grupime dyshohet që kanë trafikuar 50 ton. Dyshohet që kanë trafikuar 50 ton. Shumë. Zhabina? Po bazuar në analizën e riskut që bëjnë zakonisht prokurit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë, sasia cilët ata kanë arritur të trafikojnë me sukses, kanë përshtypjen është herë 10 asaj që është kapur. Kështu që ne këtu 500 ton toti. Ne këtu po flasim për vitet 2020 dhe 2021 zoti Rakipi, pasi për ato ka dhëna SKECS, kam përshtypjen që çfarë ka ndodhur më përpara dhe çfarë ka ndodhur pas vitit 2021, ne jemi në terr për momentin, terr informativ, pasi edhe hetimet proaktive kam përshtypjen të prokurisë së posaçme, por dhe prokurive të tjera, nuk është se ecin dhe nuk është se janë të suksesshme. Ishte dhe Covid-i mas atij viti edhe. Po thuaj se ishte dhe Covid-i mas atij viti 2022 edhe I bllokoi. Nuk kemi dhe ndonjë hetim, po them ato po të nisur nga prokuria e posaçme apo ajo e Tiranës apo prokuritë e rretheve, bazuar mbi atë çfarë shohin vetë. Dhe fakti tjetër, zoti Rakipi, që bëm bashkë të 2 dosjet e fundit të prokurisë së posaçme, pasi detajet I diskutoi Klodi dhe edhe Sokoli, është që ajo që del si konkluzion në këndvështrimin tim sa unë kam mundur t'i lexoj këtë dosje, është që projekte të rëndësishme ndërtimore në Shqipëri do e kishin pa mundur që të zhvilloheshin në formë që ne I shohim sot,
pa paratë e krimit organizuar, sepse vetëm në 2 dosjet e fundit ne kemi rreth 600 apo 650 milion euro të sekuestruara. Janë shumë para në një ekonomi si kjo e Shqipërisë, dhe e gjitha dyshohet që ka qenë pjesë e trafikut të kokainës, i cili nis nga Amerika Latine dhe më pas përfundon në Europë duke u shitur aty dhe pastaj parat pastrohen në Shqipëri, sepse këtu është shumë e thjeshtë, institucionet nuk janë, po them asgjë kundi, policia e shtetit mjaftohet me atë referim që ka bërë për grupin e Salvatore Aliut 6 vite më parë, ndërkohë që nuk ka asnjë hetim tjetër të zhvilluar gjatë këtyre 6 viteve të fundit. Prandaj them që ky është konkluzioni që del nga të dyja këto dosje. Pastaj personazhet të cilët përmendën aty, unë për shembull Salvador Aliu nuk është se kisha hasur ndonjëherë në gjatë punës time si gazetar kronike, dhe këto dosjet e fundit të prokurisë së posaçme na kanë sjellë dhe një gjë tjetër që kemi po them një brez të ri të krimit organizuar, të cilët institucionet shqiptare apo edhe prokurit shqiptare do e kishin të pamundur ta identifikonin nëse nuk do të ishte hapur Sky ECC apo platforma të tjera të enkro të cilat janë bërë të mundura të aksesohen nga agjencitë zbatuese të huaja. Okej, Tela, për të bërë situash që një sintezë ose konkluzion të këtyre që thamë deri tani, shiko sa pak ditë më parë s'pak lëshoj 20 urdhra arresta, që janë, po kjo natyrë, ndryshon njerëzit të grupimet e tjera, por është e njëjta gjë. Dhe ndërkohë, me njëherë tani, një tjetër goditje fortë ndaj narkotrafikut. A mund ta përmbledhim tani që popullata të gjitha gjërat që thanë 3 kolegët, ti ketë si të përqendruara të përmbledhura? Atë që ne kishim diskutim 3-4 vjeçare në për studio tona se ekonomia shqiptare, industria ndërtimit, po bazohet e parat e drogës dhe të pastrimit tyre, këto 2 dosje vërtetojnë që këtu është kthyer në industri. Jo, mos do zbresim pak më poshtë. Po. Se ku shkojnë këto? Do zbresim më të detajuar, ë? Në dosjen, do me thënë shumësia e këtyre në dosjen për cilën e po flasim. Po. Në konkluzion për këtë gjë. Po. Kemi shumë njerëz. I përmendim dhe njerëz i përmbledhim. Po publiku këta njerëz nuk i njeh, nuk i identifikon. Dëgjon ca emra, po si ka dëgjuar kurrë, sepse zakonisht këto vite jemi marrë me personazhe që kryenin vrasje, banda, grupe të armatosur që merreshin me trafik droge dhe kjo i bonte të njohur si personazhe publik. Këta janë të panjohur. Për këtë arsye merr vlerë edhe hetimi i spakut në këtë rast. Ne kemi vetëm atë dosjen e sekuestrimit të pronave, nuk kemi më atë dosjen e masave të arrestit që të kuptosh më pastër fabulën. Por në rastin konkret, çfarë arrin të kuptosh? Këta 2 vëllezër Aliu, njëri 50 dhe tjetri 54 vjeç, kanë themeluar një kompani në vitin 2008, e cila deri në vitin 2019 bënte një biznes me shumë të vogla parash. Po ty është ekstrakti i kompanisë, shikon bllokimet të erëpashershme nga zyrat e përmbarimit për para të papaguara. Në vitin 2019 dhe 2020, që lidhet më pas me përgjimet e Sky ECC-s, shikon që në atë periudhë ku janë përgjimet, këta kanë trafikuar 50 ton kokain dhe një shumë prej 30 milion eurosh ka ardhur kesh në Shqipëri. Këto para kesh në Shqipëri, si që kishim parë në për filma, i futën në për fuqi, 50 litrë që t'i gropostin, dhe në për mure të veshura me karton gjes, parat fshehura. Në atë moment në Shqipëri ka filluar të investoheshin parat e trafikut të drogës të disa grupeve kriminale. Të njëjtin gjë kanë bërë edhe këta. Dhe e ka nisur me kompaninë e cila kishte supermarkete që po i falimentonin dhe biznes të vogël si nën-kontraktore ndërtimi. Nëse të kujtohet në ato vite ylli, pallatet pakta që ndërtoheshin në Tiranë, vetëm hekur i bliej. Ndërkohë që betoni... Tani do zbresim aty. Betoni... Po të mbetemi po këtu, të konkluzion për këtë, për bandatore, shumë të prapor dhe si tu është ti grupojmë njerëz të gjitha në mënyrë që shikuesi të jetë i qartë që iku kjo
20 urdhër arresteve, erdhi një tjetër më që ka këtë si konkluzion, 1, 2, 3, 4, thjesht për t'i renditur këto, çka kolegët thanë, ose në qoftë se s'ka nevojë për... Po këto janë dy grupe, të thash, edhe në grupin e parë, dhe në grupin e dytë, 1 ose 2 personazhe ishin të njohura publikun, pra, sepse... botën shqiptare dalin në... Këto janë personazhe që nuk I njeh, sepse të tillë janë të padukshëm. Janë të padukshëm sepse këta bëhen të dukshëm o kur ti shohësh publikisht, o kur kryen një krim të rënd, për cilin marrin një mas arresti dhe aty bëhen personazhe publik. Njëri po pra, Shpëtim Aliu, si kreu organizatës, ne s'dinim asgjë kush është ky personazh. I dosjes parë, ai u bë publik për një sherr banal në Bregdet. Por e këtë Shpëtim Aliu në majnë tani. Po, gjithmonë media në Shqipëri ka patur interes për krimet e rënda, për vrasjet, për organizatat mafioze cilat edhe vrasjet me pagesë. Ne nuk e kemi patur ndonjëherë fokusin se kush në të vërtet shet drogë. Po mirë, autoritetet tani e morën vesh. Pa është dosje 2021-shit, Spaku e di. Në këtë rastin fjalë, ka një denoncim të policisë në 2021, ka qenë ajo operacioni Forca e Ligjit, që nxirrshin njerëzit, edhe dilte policia thoshte filani të tregoj pronën, I çonin letra për tregu pronën. Në atë kohë ka pasur një denoncim për këta, sepse ashtu ishte informacioni në Elbasan, që këta merreshin me trafik droge. Nga viti 2021 dhe deri në 2025 nuk ka pasur asnjë veprim për këta. Në rast se nuk do identifikojë një numër një PIN I SKCC-s dhe të vinte dosja nga Brukseli, Prokuria Shqiptare, Spaku, nuk do kishte fare dieni për ta. Ky material bërit mundur që të kuptoni se cilës ishin këta personazhe për Spakun. Qartë. Dhe kjo pastaj inicioi pjesën tjetër. Dhe një shpjegim mjaft qartë bëri Lala me që ky tani Shpëtim Aliu, kjo organizatë s'ka që fuqishme sa punon me 4 organizata tjera. Që është Gjika, Dizdari, Pacani dhe Bibaj. Ne duhet sqarojmë vetëm një moment pa ndërprer zotin Tela. Zoti Rakipi, përgjithsisht janë ekspozuar njerëz të narkotrafikut që për shkak të përplasjeve kanë kryer krime shumë të rënda në Shqipëri. Dhe normalisht kanë tërhequr vëmendjen e opinionit publik. Për shembull në përplasjet në Elbasan, në grupimet Qela, Qopja, Alibej e tjerë me radhë, ka patur 13 të vrarë. Dhe duke qenë se javë pas javë ose muaj pas muaj kishte vrasje, patjetër që kjo tërhiqte vëmendje. E para, e dyta, ka patur interes edhe për ato personazhe që shpesh ekspozoheshin në fushata zgjedhore. Pra nuk është se ekspozoheshin vetë në fushata zgjedhore. Për shembull në Durrës ekspozoheshin në fushata zgjedhore, në Elbasan ekspozoheshin në fushata zgjedhore, në Shkodër ndodhte e njëjta gjë. Po të shikosh, vitet e fundit grupet më pak të ekspozuara janë grupet e Vlorës. Pavarësisht se kanë kryer vrasje, nuk janë përfshirë në çështjet e zgjedhjeve, kanë qëndruar më larg. Dhe në këtë aspekt nuk e kanë tërhequr vëmendjen. Pastaj duhet kemi parasysh dhe një gjë. Disa personazhe janë larguar shumë herët nga Shqipëria dhe këtu nuk kanë patur asnjë aktivitet kriminal brenda vendit. Shpëtim Aliu ose familja Aliu u ekspozua haptazi kur u vra Mondi Mhalla dhe kur nipi I Shpëtim Aliut u shpall në kërkim si organizator I vrasjes së Mondi Mhallës dhe aty filloi të dilte në sipërfaqe përplasja për çështjet e trafikut të drogës. Sepse dyshoj që edhe Mondi Mhalla ishte I përfshirë në trafik të kokainës, atëherë filloi të tërhiqte dhe vëmendjen e shtuar të autoriteteve. Dhe po të shikosh hetimet e intensifikuara në raport me këtë familje, sepse ato veprojnë brenda të njëjtit lloji dhe më pas shpërndajnë drogën te grupe tjera, ka nisur pikërisht kur filluan të përplasen grupimet dhe të ketë edhe një vrasje. Pra, se duhet parë edhe në këtë kontekst, ne mund të kemi shumë shqiptarë që janë përfshirë jashtë vendit. Ne nuk kishim asnjë informacion për Dritan Gjikën, sepse në Shqipëri s'kishte aktivitet. Armando Pacani ishte larguar pasi I vdiq babai, mbeti jetim, nëna ishte në pamundësi ekonomike për ta mbajtur e mori daja në moshën 12 vjeçare në Gjermani. Dhe në Shqipëri ai nuk kishte asnjë rekord. Unë kam hetuar disa kohë me radhë. Ka patur vetëm një kompani të themeluar në Sarand pa asnjë lloj aktiviteti. Ndërkohë që në Brazil konsiderohej si shqiptari më I rëndësishëm në narkotrafik. Pra, shkëmbimi informacionit mes autoriteteve, Spakut me autoritetet e huaja, ka sjellë edhe të dhëna që ndoshta nuk do të mësoheshin në një mënyrë tjetër nëse nuk do të kishim këtë strukturën e posaçme. Okej, atëre, edhe një herë, për njerëzit, si lidhet Shpëtim Aliu me 2 personazhe të tjerë, Eldi Dizdarin dhe Dritan Gjikën? Domethënë, për çfarë dyshohen tani? Thamë shumë gjëra, po si lidhen bashkë këta? Si lidhet ky kreu Shpëtim Aliu, që e dëgjojmë për të parë dhe befasojmë, unë, se ju mund ta keni dëgjuar,
Të gjithë për herë të parë. Po e gjemë zotëri. Si lidhet ky me këta dy? Tani, dhe është e vërtetuar kjo gjë? Po, si që tha dhe zoti Tela, ne nuk është se kemi vendimin e plotë të masës së sigurisë për të parë se cilat janë komunikimet mes të dyve apo mes të treve, për të përcaktuar sakt edhe mënyrën të cilën ato kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin. Por Salvador Aliu dhe Dritan Gjika, të dy kanë ushtruar aktivitetin e tyre kriminal në Ekuador. Eldi Dizdari, po themi, ka pasur ndër furnizuesit e tyre, në furnizuesit e tij kryesor të shpërndarjes së kokainës më pas në Europë, dhe e gjitha ka filluar nga Ekuadori. Salvador Aliu është personi i cili ka pasur rolin e grossistit atje, aq sa po them në këtë dosje në këndvështrimin tim, ai e thash dhe diku tjetër që më ngjan si ato filmat dhe serialet italian që është si Il Capo dei Capi, është shefi i shefave, në mënyrë sepse ai furnizon të gjithë grupet kriminale shqiptare të cilët kanë akses për ta shpërndarë më pas drogën në Europë. Por qëllimi përfundimtar i Salvador Aliut, por edhe i të gjithë grupeve kriminale shqiptare, por i këtyre dy grupeve të fundit, është që të pastrohen parat në Shqipëri. Mua më ka bërë përshtypje në dosjen e disa ditëve më parë dëshmia e Erion Alibejt, i cili është dëshmitar i mbrojtur i prokurisë së posaçme në disa procese hetimore që ajo ka. Artur Koçeku, Erion Alibej thot në dëshminë e tij se Artur Koçeku në një farë mënyre ishte personi i cili mori përsipër që të lante të gjithë borxhet e biznesmenit Ilir Shtufi, sepse disa vite më parë Erion Alibej thot që Ilir Shtufi kishte probleme shumë të mëdha sa i takon. Do zbresim tani te ku i kanë hedhur lekët ta. Tani ku ndodhet Dizdari dhe Gjika dhe a mund të ekstradohen ata? Ndodhen në burgun janë të arrestuar të dy. Dizdari më duket se herën e dytë doli, ndërsa Gjika është bërë gati për ekstradim. Në Dubai. Nuk mendoj që ekstradimi i parë i tyre, qoftë edhe dëbimi, mund të vijë për në Shqipëri, ka shumë kërkesa ndaj tyre nga shtetet të tjera, të cilat mendoj unë do t'jenë prioritet, nëse kjo do të ndodhë, do t'jenë prioritet më i madh nëse ndodhë ekstradimi, do jenë prioritet më i madh, sidomos për kërkesa kryesore për Gjikën është nga Ekuadori, ku ai ka edhe krime të rënda krime të tjera përveç trafikut të drogës, dhe shteti që e kërkon më tepër pasaj është Spanja, dhe unë nuk mendoj që Dubai do të zgjidhte Shqipërinë përpara Spanjës, duke menduar që Spanja ka ngritur shumë akuza të rënda ndaj Dritan Gjikës. Gjika mendohet që ka kaluar në fakt në një kohë të gjatë siç mendohet në burgun e Emirateve të Bashkuara Arabe, por aty është gjithmonë që nëse arrestohesh për herë të dytë je gati për ekstradim. Po Gjika ka vetëm një arrest, kështu që ende nuk dihet nëse ka një ekstradim apo jo. E rëndësishme është të kuptojmë përmasat e kësaj gjës, Yllin. Në dialogjet mes tyre, ky Aliu bashkë me këtë Sokol Biba dialogon. I pari thot dytit, unë tani jam rregulluar mirë, jam gjendje të nis 1 deri 2 ton kokain në javë. Ai tjetri i përgjigjet, mirje, edhe unë bëj 8 ton kokain në javë. Llogariti çfarë përmasash janë të transportit të drogës nga vendet e Amerikës Latine, i sjellin në portet e Europës, i kalojnë nga portet, kanë magazinat për t'i përpunuar dhe mënyrën se si t'i shpërndajnë dhe më pas, që është gjë më e rëndësishme, paratë e fituara nga ky biznes t'i sjellin në Shqipëri, sepse kjo është e rëndësishme për trafikantët e drogës, është ku t'i çojnë paratë. Çfarë do bëjnë me paratë? Tani këtu do ndalojmë. Kjo është pjesa më e rëndësishme kësaj. Para se të futemi këtu, ku ishin sasia narkotikëve që ju thatë? Është e madhe. 50 ton. 50 është deklaruar, po mund të jetë 50 ton kam në këto raste thotë Zhabina edhe herë 10. 50 ton kam bledh Spaku nga bisedat
kam kaluar është kapur një herë 9, kam kaluar një herë 12, ka ardhur 8, kam bërë një matematikë ato, kam thënë 50. Pak se një vit e gjysmë. Sa që janë Më përgjime. pak se një vit e gjysmë është 50. Po, Ne nuk dim gjitha aktivitetin e tyre që mund të ketë vijuar Sa kanë bërë përpara, sa kanë bërë mbrapa. dhe aktualisht. atëre, Dhe një pjesë e personazheve janë aktiv. Se- Pra Shpëtim Aliu sot është aktiv, nuk është i arrestuar ende, nuk ka informacion nga Ekuadori të jetë i Kur arrestuar. ka të ngritur. Apo Sokol Bibaj është po ashtu në kërkim, pra nuk është i arrestuar, sepse nga gjithë ky grupim ne kemi vetëm një të arrestuar. Gjithë pjesa tjetër janë në kërkim. Pra do thotë janë aktiv, ndërkohë se ne dim shumë mirë që për sa kohë janë të pa arrestuar, janë aktiv dhe mund të nisin sasi të tjera të lëndës narkotike në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, por të kryesore, se këtu rasti konkret ishte kryesisht në Anverse në Rotterdam, kishte edhe një rast që kishte dështuar në drejtim të Francës. jemi okej tani. Mbrim tani te kjo pikë dhe Zhabinën do të vijoj, sepse unë ndërpreva, që dilte emri Shtufit aty, që në zorë ty, po tani unë pyetja është me përgjithshme dhe ju vazhdoni aty ku latë. Ku ishin investuar konkretisht parat e trafikut, në cilat hotele, resorte, biznese? A i ka spaku të shruar këto? Ju diçka po të flisnit për... Po, në grupin që u godit para 2 ditë është sigurisht që ka të identifikuar, për shumë një ndër projektet ku ata do të investonin ishte një hotel luksoz në zonën e Jalos, i cili pritej të fillonte Zigzag Hotel në Mosgaboj, një hotel me 5 hyje, i cili do të kishte edhe një brand ndërkombëtar që do të vendosej aty dhe ishte një investim 10 milion euro, i cili parashikoi të zhvillojë në këtë zonë. Por ajo që unë nisa të tregoja zotër ekipi ka të bëjë me dosjen e disa ditëve më parë dhe ajo që del një ndër konkluzionet po them është që këta persona për cilët ne po diskutojmë, po flas për këta që organizonin trafikun e kokainës, në një farë mënyrë identifikonin edhe biznesmenët të cilët me cilët do të vinin në zbatim planin e tyre për të sjellë parat në Shqipëri dhe më pas për të vazhduar me ndërtimet në kulla të ndryshme në Tiranë, por edhe në projekte në Bregdetin e Jugut. Dhe një dëshmi shumë interesante në këto vendime është ajo Erion Alibejait, i cili është dëshmitar i mbrojtur i prokurisë dhe i drejtësisë shqiptare, sepse ai ka qenë një personazh kryesor i narkotrafikut, ka qenë pjesë e narkotrafikut së bashku me vllain i cili u vra rreth 5 vite më parë në zonën e Elbasanit. Dhe në këtë dëshmi ai thotë që sipas deklarimit të Erion Alibejait, thotë prokuria, Ilir Shtufi njihej si biznesmen në fushën e ndërtimit. Por në periudhën përpara lidhjes me Artur Koçekun është një ndër personat i cili është pallur në kërkim nga prokuria, ndodhej në vështirësi ekonomike. Ai deklaron se kishte mësuar nga bisedat mes tyre se Shtufi kishte borxhe të konsiderueshme, probleme me persona që kishin vendosur gjoba dhe konflikte të krijuar nga shitja e apartamenteve 2 herë apo dhe ambienteve të tjera nga 2-3 herë. Alibejai më pas ka vazhduar me dëshminë e tij dhe ka sqaruar se Artur Koçeku e ndihmoi që të dilte nga kjo vështirësi Ilir Shtufi, duke i sjellë shuma të konsiderueshme parash kesh, dhe të cilat më pas investoheshin në projekte të ndryshme që zoti Shtufi kishte marrë si në Tiranë apo në qytete të tjera të vendit dhe sigurisht e ndihmoi që të largonte personat me të cilët Ilir Shtufi kishte probleme apo që i vendosnin edhe gjoba. Erion Alibejai deklaron se pas krijimit të kësaj lidhje mes Artur Koçekut edhe Ilir Shtufit, biznesi i këtij të fundit ka njohur një rritje shumë të shpejtë dhe shumë të konsiderueshme dhe sipas tij fondet kesh të siguruara nga Koçeku u përdorën për të stabilizuar situatën financiare të biznesmenit, por edhe për të zgjeruar më pas investimet sepse kishte mundësi që të kishte në portofolin e tij shumë para. Dhe Erion Alibejai ka vazhduar më tej se shprehet se Artur Koçeku sillej si një prej pronarëve real të objekteve që ndërtoheshin nga Ilir Shtufi dhe se kjo ishte e njohur edhe nga persona të tjerë të rrethit të tyre shoqëror. Dhe kjo është një dëshmi e cila është marrë nga prokuror dhe është vendosur si një provë shumë e rëndësishme në dosjen e para disa ditëve. Kjo është vetëm një anë me cilën vetëm një raprovë të cilën ka prokuroria në dosjen e disa ditëve më parë, pasi aty janë verifikuar transakcione të tjera, sigurisht notariale, jo notariale, transaksione bankare, por edhe veprime të tjera që kanë bërë
personat të cilët janë në netim me personat të cilët janë duke verifikuar veprimet e tyre. Qartë. Atëre më tej, të vazhdojnë këta, pastaj konkludojmë. Se ti niset të konkludosh pak më përpara për Kjo këtë. është tezën shumë interesante, se e kompanisë të familjes Aliu. Kjo kompania ka nisur si non-kontraktore. Të thash në fillim. Cila kompani? Kjo e këti Shpëtim Aliut. Aliut. Aliu ka qenë në kontraktor si gjithë. Po jo pra, sepse palatet... Palatet... Kompania në 2008 ishte faliment, zotira. Palatet për para, pronarët që ndërtonin palatet, blinin vetëm hekurin. Betonin e bëshin me klering, dritarët i bonin me klering, plakat me klering. Pra, kush kishte para të investonte, ishin këto kompanit ansore. Dhe kjo e ka nisur si nën kontraktor i rindërtimit të Shqipërisë. Ka qenë kompani që nuk paguan të vëshën, pra e renditur të lista e kompanive që do rindërtonin Shqipërinë, dhe ka nisur punë të para në Durrës, në zonën përqark Durrësit, të pallatet e rënuara që do ndërtoheshin nga e para. Dhe më pas, ka filluar të bëj betonin e godinave të tjera në Tiranë. Ky ka bërë dhe betonin e asaj godinës 24 katëshe të shtufit që e lidh me Koçekun. Ky e ka bërë betonin. Kjo kompani, po. Aliu pas ka betonuar. Kjo kompani ka bërë shumë beton në për Tiranë e në për zonat të tjera dhe ka bërë beton edhe në Gjirin e Lalzit. Ka betonuar Shqipërinë, thuaj. Në Gjirin e Lalzit është lidhur me një kompani tjetër që do ndërtonte një resort të madh në Lalz. Ajo kompania tjetër, Porto Lalzi, kishte marrë nga qeveria shqiptare, kishte arritur të blejë nga qeveria shqiptare një hapësirë toke prej 50.000 metra shkatror me një çmim 11 euro metri katror. Në atë zonë çmimet janë 200 euro. Pra tokën e kishte blerë me çmim nga shteti. Betonin dhe ndërtimin po e bote Aliu, dhe ata do merrnin vetëm fitimin, sepse Aliu kishte bërë kontratë me ta që do ndërtonte të gjithë resortin. Dhe në këtë mënyrë, biznesi ty të duket i pastër, sepse këta ndërtojnë, presin faturën, marrin godinat që u përkasin mbas ndërtimit, i regjistrojnë këto godina, fillojnë të shesin dhe kjo ka të bëjë me pastrimin e parave. Por, nuk është se firmosin fatura të falsifikuar apo presin fatura kot për të treguar që po xhirojnë. Jo, po bëjmë punë tamam. Por baza e gjithë kësaj pune janë ato parat që kanë ardhur nga trafiku i drogës që i mbanin në fuqi edhe te muri i pallatit. Me ato para kanë ndërtuar nyjen e betonit, kanë hyrë për të ndërtuar beton, për të ndërtuar godina. Dhe mbasi fuqizohen vit pas viti me këto lloj ndërtimesh, fillojnë dhe ndërtojnë vetë si investitor. Dhe investimi më i rëndësishëm që ishte duke bërë kjo kompani, ishte një hotel me 5 hyje i lidhur me Iberostarin. Pra kishin arritur kontraktonin dhe Iberostarin, t'i merrnin emrin që t'ia përdorin në Vuno, në një hotel me 5 hyje, pasi kishin blerë tokën në Vuno me parat që nxorën nga trafiku kokainës dhe nga punët që bën me trafikun e kokainës. Kështu që mënyra se si këta janë rritur, ti kur ishe nga jashtë, ishe si një biznes normal, sepse çdo veprim ato e kanë bërë duke e faturuar, por baza e gjithë këtyre veprimeve janë ato 30 milion eurot e trafikut kokainës dhe çdo shumë tjetër që ka ardhur kesh dhe ka mundësuar që të xhiroj paraja, sepse këtu kompanit, ato që ne i quajmë të ndershme, vuaj nga kjo cash flow, s'kan mundësi të financojnë dhe presin. Jo, sigurisht. Kjo është mënyra që e prish tjetër raste në hotele, resorte, biznese. Atëherë duhet të saksojmë dhe një gjë, zoti Rakipi, që krahas 10 urdhër arresteve, prokuroria e posaçme ka patur paralelisht sekuestrimin e pasurive në vlerë 150 milion euro dhe 23 urdhër kontrolle. Pra janë kontrolluar kompanit më të rëndësishme të ndërtimit në vend, pavarësisht se pjesa më e madhe e tyre nuk janë bërë publike, të cilat dyshohen që kanë injektuar dhe kanë marrë para që rrjedhin me origjinë nga trafiku i kokainës dhe që janë kompani që kanë patur kontrata nën kontraktimi me kompani që drejtoheshin ose ishin të lidhura me narkotrafikantët. Dhe çfarë do thotë, Tela e përmendi pak më herët. Për shembull, hoteli në Vuno që ka mbetur projekt dhe që po ta shikoje në projektin ishte ndër më të bukurit që unë kam parë, me thënë drejtën,
dhe ishte një projekt shumë kushtueshëm, mund të krenohej Shqipëria nëse do të ishte një projekt që ndërtohej me para të ndershme. Do kushtonte 100 milion euro në fund, pra që do llogarinë ata. 100 milion euro kushtonte hoteli. Po, por nëse do të ishte një investim me para të ndershme, kishte aplikuar për leje tani në prill 2026-s. Kishte marrë brendin e Iberostarit, që është një ndër brendet më të njohura dhe që normalisht ata i sjellin sepse pas brendeve nuk paguajnë dhe taksa mos gabohen. Po. Dhe kishin aplikuar dhe ishte futur në rendin e ditës për të miratuar kjo leje. Dhe po të shikoje projektin, a ishte ndoshta ndër projektet më të bukura që ke parë, por ama nga ana tjetër, hetimi duhet vijoj. Pse duhet vijoj? Këto kompani kanë marrë punë publike, këto kompani kanë marrë leje ndërtimi, kanë patur bashkëpunëtor brenda institucioneve. Se kjo historia... Jo, më lërë të mbaroj këtë fjallim. Po, këtu do futem dhe e duan qik më të zhvilluar. Po, ta kuptoj njerëzit. Si ka mundësi tani kjo shifra maramense, arrin të pastrojnë pa u pikasur nga asnjë autoritet. A ka bashkëpunim mes organizatave kriminale dhe autoriteteve? A ka hetim pak për zyrtarët? Se kjo tani s'bën vaki tani, se kjo është të mbullosh diellin me shosh. Kjo duket. E di se nuk është vetëm çështja e spakut këtu. Po të kjo hoteli me 5 yje. Kompania e këtij Aliut e ka emrin AHR, ajo e krijuar në 2008. Para 3 vitesh, ai krijon një kompani tjetër që i thot Seaview Development. E ka të qartë se çfarë do bëj. E hap kompaninë me 100.000 lekë vjetra. Dhe pastaj nga kjo kompania mëm, paguan një vit 200.000 euro dhe një vit 300.000 euro, pra bën gjithsej 500. Tani me 500.000 euro, ti pretendon që të marrësh një leje për ndërtuar një resort me 5 yje, me emrin e Iberostarit, i cili do kushtojë 100 milion euro. Pra cili institucion shqiptar duhet të të lejoj që me 500.000 euro, pa bërë asnjë punë kjo kompania, ti të marrësh dhe të ndërtosh. Po mirë, autoritetet nuk kanë pyetur fare ku gjenden këto qyshte. Po nuk pyesin, pra se ky është problemi i gjithë kësaj. Nuk pyet asnjë autoritet, nuk interesohet. Asnjë autoritet që merret me leje të ndërtimit nuk interesohet, mjafton që të bëhet dielli pa shkuar atje në mbledhje, që kompania e X-it që ka paguar kaq para për çdo lloj ndërtimi, të marrë lejen për të bërë Iberostarin apo për të bërë këtë Melian në rrugën e Dibrës. Po të shkosh hotelin tek rruga e Dibrës është ndoshta ndër hotelet më luksoze në Tiranë. Dhe ai hotel të vret syt, pra mjafton të kalosh aty, të kuptosh që në hyrje që është luks i gjithë. Aliu e ka bërë këtë? Jo, e ka bërë Bibaj. Është një ndër kompanit që është është brand e një tjetër kompanie shumë të njohur. Pra, projekti që ne do ofrojmë kompanit hoteliere me emër në Evropë dhe në botë, t'i sjellim në Shqipëri, që të rrisin turizmin, ja, si përkthehet. Kompanit që kanë bërë trafikun e drogës, arrin t'i marrin dhe t'i bëjmë pishë emrat e tyre. Po, a ka hetim për këtë gjë, se kjo është shumë habi. Gjatë gjithë kohës, këta janë mjeshtra për t'i bërë këto letrat. Janë mjeshtra për t'i krijuar dokumentacionet. Zanafilla, dhe kjo pastaj do një hetim shumë vjeçar të SPAK dhe SPAK nuk mund të... Jo më vetëm SPAK-u. Zanafilla... Shteti ka institucionet e vetat? Po shteti ka mësuar si t'i bëj si. Shteti, pra, ata që punojnë të pastrimi parave dhe këta timet, i kanë mësuar si t'i bëjnë këta dokumentat. Jo shteti t'i kapte. Shteti, unë e thash në emisionin e kaluar, ky shtet, she njërin 500.000 euro në makinë. Edhe gjithë e hedhin Facebook, shif qa makine ka ble filani. Se i shkon dhe ndo kujtë në mëndje që kontrollohe njerë këtë 500.000 euro makinë, si e bleu kë. Nga i gjeti parat. Dhe kjo është logjika. Ky shtet të mëson se si ti t'i fshesh parat. Dhe baza kryesore, që e lexuam në kontratën në dosjen e kaluar, dhe mua sinqerisht më erdhi keq për një nga ata arrestuarit atje se ai u fut dhe grup kriminal për 30 milion lekë. Tani, këtyre gjithmoni duhet një bazë për të filluar aktivitetin ekonomik në Shqipëri. Sa jojnë një kontrat huamarje 30 milion, 50 milion, 70 milion, nga ndonjë afërt që i ka këto para, dhe fillojnë aktivitetin duke fshehur të gjitha gjurmët në këtë pikë. Dhe fillojnë pastaj historitë që ja ky e nisa duke shit boj Alkide dhe mbrita tani kam 200 pallate. Kjo është një histori që e tregojnë shumë biznesmen
shqiptar në këtë lloj forme. Fundit, çfarë kanë bërë? Janë futur dhe kanë pastruar paratë e tyre dhe nëse s'pak do bënte në një hetim, mua ma merr mendja që do arrestonte 80% të gjithë atyre që kanë punuar në 2 dekadat e fundit në drejtorinë e pastrimit të parave në shteti nuk ka ekzistuar. Shteti ka mësuar më po them. Si të sigurojnë letrat dhe si të rregullojnë. Për pastrimin se nuk të ndërpreva unë, po në fakt sigur Jo, ajo çfarë ne në fakt jemi duke folur ka të bëjë me një skemë masive të pastrimit të parave, po ky 150 milionë euroshi, unë mendoj që është vetëm maja e icebergut. Shumë se saktë. Sepse pse e them këtë gjë? Edhe vetë në njoftim, që është më shumë. Shumë më tepër. Pse e them këtë gjë? E para njëherë nuk janë identifikuar të gjitha kompanitë që ata mund të kenë hyrë si aksioner të fshehur. E dyta, vitet e fundit ka patur disa teknika të reja të pastrimit të parave. Domethënë miliona euro po qarkullojnë në kriptomoneda. Dhe këto grupime, sikurse grupime të tjera të mëhershme, ka qenë klani Çopja, organizata Çopja që janë kapur 2 portofole kriptomoneda, po mund të jenë plot organizata të tjera dhe sigurisht kjo ishte ndër ato kryesoret, kupton që kanë përdorur teknika ose metoda të reja të pastrimit të parave. Çështja është që prokuroria e posaçme nuk ka kapacitete dhe ekspertët e duhur për të gjurmuar portofolet e kriptomonedave. Dhe në rastin e organizatës së Franz dhe Ajdar Çopjas, kanë ardhur ekspertët belg që e bën detektimin e tyre dhe identifikimin e tyre. E para. E dyta, aktualisht kemi një nga agjentët e DEA-s që po bashkëpunon me prokurorinë e posaçme dhe që është stacionuar këtu përfundimisht prej disa muajsh dhe po punon kryesisht për grupet kriminale që janë vendosur në vendet e Amerikës Latine, por paraja, pra risku që para të pista të vinë në Shqipëri janë shumë të larta. Sepse mund t'jenë në kriptomoneda dhe së dyti mund t'jenë me atë metodën havala, pra lekët mund t'jenë të grumbulluar diku tjetër dhe të kthehen më pas përmes exchange-eve. E dyta, ne nuk kemi një panoram të qartë nëse këto grupime kriminale kanë ose jo pasuri të fshehura jashtë vendit. Për shembull, Dritan Gjika nuk ka pasuri në vendim të sekuestruar në Shqipëri. Do thotë që gjithë paratë e aktivitetit kriminal, ai ose i ka në kriptomoneda ose i ka të investuara në një vend Bashkimit Evropian, Amerikës Latine. Jo, i ka në Ekuador, atje ku ja kanë sekuestruar, atje ku banon dhe prej vitesh. Armando Pacani, unë kam qenë tek shtëpia ku jeton nëna Armando Pacanit. Ajo jeton në një shtëpi që është jo më shumë se 60 metër katror. Është një shtëpi me mobilje të kohës së komunizmit. Shokutën verë. Po, seriozisht, po them, baj përgjësi për këtë që them. Kam qenë dhe kam takuar personalisht gjithë zonën ku ai ka banuar dhe është pra ishte sa ka qëndruar këtu, sepse tash ka ikur shumë i vogël. Nga ana tjetër, autoritetet thonë që ka fituar miliona euro nga trafiku i drogës, pra nga shitja e kokainës. Atëherë, këto parat ku janë investuar? Janë investuar diku. Do thotë që ne kemi vetëm majën e icebergut sa i përket pastrimit parave. Së dyti, unë mendoj që këto grupime ka një rrjet ekspertësh nga pas. Çfarë janë? Kanë avokat, kanë ekspert kontabël, kanë bashkëpunim me exchange, kanë bashkëpunim ndoshta dhe në bankat nivelit të dytë, kanë bashkëpunim tek autoritetet financiare që duhet të sinjalizojnë, po të shkosh zoti Rakipi dhe të tentosh për depozituar, pra gjithë secili nga ne të bëjë një provë për të depozituar 10.000 euro në një bank, secili nga ne do të na kërkojnë dokument pas dokumenti që ne t'i provojmë këto të ardhura. Ndërkohë si është e mundur që lëviz një transakcion në 1 milion, 2 milion, 5 milion euro dhe asnjë punonjësi të institucionit të mbikëqyrjes financiare apo të pastrimit parave nuk i bën përshtypje një gjë e tillë. E para, e dyta, po të shikojë një raport të fundit të Global Initiative, rezultonte qartë që rrjetet e exchange-eve, që sigurisht janë vetëm një hall, apo të tatimeve, doganave tjerë me radhë, kontabilistët, janë noterët, për shembull, janë po ashtu të dyshuar të përfshirë në këto skema masive të pastrimit të parave. Sepse një noter, po të shikosh, te grupi Pepa, unë e kam thënë dhe më herët, në momentin që u zhduk një llogari në 4 milion euro, pra u zhdukën 4 milion euro nga llogaria e noteres, grupi Pepa e planifikonte të merrte peng drejtorët e një banke të nivelit të dytë. Ti merrte peng dhe diskutimi mes vëllezërve ishte ti merrin vet apo të paguanin të tjerë për ta bërë një gjë të tillë. Jo, nuk është për qeshur. Jo, po. Se mund kjo mund të ketë ndodhur. Ma habit ndaj qeshit. Zoti Rakipi, kjo mund të ketë ndodhur dhe mund të mos jetë raportuar. Dhe ti jenë marrë dhe peng çka do. Po, dhe mund të mos jetë raportuar fare.
sepse noteri më pas, momentin që parat janë zhdukur, ata fillojnë tratativat për t'i marrë mbrapsht. Dhe thot, do marrin prona në Darzez, do marrin prona këtu, do marrin prona atje. Dhe ata mund ta kenë marrë ato pronën në një emër që nuk lidhet fare me grupimin, por është në emër të një personi tjetër. Pra, historia pastrimit parave është shumë më komplekse se sa ajo që ne shohim pamjet parë, dhe kjo shuma 150 milion euro na duket shumë e madhe. Në fakt, për gjitha këto grupime, është vetëm një hotel luksos. Nga ana tjetër mendoj që kanë shumë asete tjera dhe shumë pasuri tjera, cilat nuk janë identifikuar dot nga SPAK, dhe që normalisht duhet të ketë një hetim shumë të madh sa i përket implikimit të zyrtarëve të institucioneve të ndryshme shtetërore. Se është e pamundur, domethënë, të vjen atë që tha Tela pak më herët, të vjen një kompani për të investuar në një hotel 100 milion euro, ndërkohë bilanci kompanisë është skandalos. Pra është qesharak. Si ka mundësi që askush nuk merr dhe të bëjë atë tikun dhe shikoj këto kriteret plotësohen për ta dhënë këtë lejen, apo ka diçka tjetër përtej kritereve ligjore që duhet plotësohen? Tani unë kam një pyetje tjetër që është normale dhe legjitime, do të thosha. Nëse këto pasuri sekuestrohet do të konfiskohen vërtet përfundimisht, çfarë ndodh me to se është krijuar kjo ideja që i merr shteti dhe pastaj i shet në pranë kande me çmime qesharake dhe në fund përfundojnë prapë te i Zoti, te Aliu. Pra Aliun po themi tani, po përfundojnë te Alind. Populli e fiton gjë këtu apo prapë këto bëjnë kështu xhiron dhe ja kam unë se kam bërë edhe një emision për këtë. Drejtuesit e drejtorisë të aseteve të konfiskuara dhe të sekuestruara shpesh e thonë që gjithë kryetarët e bashkive në Shqipëri kanë frikë t'i marrin këto prona. Kanë frikë. kanë frikë t'i marrin se janë të atyre. Po pra. Zgjedhja më e mirë në gjithë botën nuk është se edhe në botë kur ti nxjerr shkon dhe i blen dikush, prap një njeri afërt i tyre, se duhet kuptojmë. Shkon njeri afërt i bletu aty. Po. Dhe bota i ka dhënë një zgjidhje ndryshe. Kthim në resurse shtetërore. Pra i mban shteti në botë. I bën kopshte, më i bën çerdhe. Mirë, po çfarë ndodh? Ndryshe do kthehen prapë atje. Po, çfarë ndodh në Shqipëri? Gjithë kryetarët e bashkive thotë ai kanë frikë. Kanë frikë. I vetmi që ka pranuar një fugon është në Dibër, ka marrë një fugon dhe ka kthyer librari. Fugon më të vjetër që e ka lënë se ka kërkuar. Librari, domethënë. Dhe atë e mori me dhunë. Dhe ata se duan atë furgon, se s'kanë çfarë duan. Po kush ka mbetur më në Dibër për të lexuar? Dhe ata mund ta adhurojnë atë furgon. Janë gjithë emigrant, nuk ka mbetur më njeri. Ata që lexonin libra janë SPAK. Edhe dënojnë dynjandan. Se aty 80% nga libra janë. Mirë që u dhe meritëm më në fund. E thamë në fund një fjalë për atë që qeta e Dibrës, sa thuaj. Jo. Po, sinqerisht kjo po më pëlqen. Kjo e ndryshon Shqipërinë. Nuk më duhet mua asnjëherë, ja ta mbaroj me dy fjali. Asnjëherë nuk më ka interesuar mbushja e burgjeve plot me njerëz të cilët kanë shitur drogë. Gjithmonë më ka interesuar paraja e tyre, investimi i tyre dhe çdo gjë të pistë që kanë futur në këtë ekonomi. Ja thot Falcone, meru parat dhe janë i hiç. Dhe nuk dalin më. Ku na bien e këta në sy? Që nuk paguen, nuk punojnë dhe vinë me një makinë 300.000 euro. Pse shqiptarët janë një problem në Europë? Se duan të duken? A mendon vërtetni që kanë pushtuar Londrën? Po jo, ase nuk i fut njeri në Chelsea në Londrën, atje në cep do janë. Mendon ti që janë njishat e Amsterdamit dhe kështu si? Jo. Pra e vetmja zgjidhje bregu është që shteti i konfiskoj dhe t'i përdor shteti vetë. Por, t'i përdor, t'i kthej në asete shtetërore, publike. Po jemi larg akoma se këto janë thjesht të sekuestruar. Mirë, po tjera që ne kemi sekuestruar dhe ato që kemi sekuestruar. Mirë, po ajo që ndryshon nga vendet e bashkimit. Po jo për ato që kanë qenë më përpara para 5 vjetësh para. Pra eksperienca është e tillë. Tani po flasim për gjëra reale të sekuestruara, se përpara kanë qenë kot pa justifikuar. Po dhe përpara i kanë marrë, më thotë ai. Kanë marrë apartamente, bankave kanë marrë, po. Kemi goxhan. Shumë dhunë në ambasadën amerikane ka marrë në Elbasan dhe në Fier dy njësi tregtie. Ambasada me shumë dhunë, i ka marrë në Elbasan dhe në Fier dhe i ka kthyer në ëmbëltore.
I ka këty në mbëltore. Dhe bashkit, për t'i thënë atyre, i ka thonë, është ambasada amerikane, na ka dhënë kjo urdhër, s'kemi çfarë bëjmë, kështu që Kemi që bëjnë amerikanët ata nuk ndryjnë dot. O, zoti Rakipi, një fjali nëse mund ta them. Kemi institucione shtetërore që paguajnë në godina private miliona euro qera. Ndërkohë që ka asete të sekuestruara, të cilat mund të shndrohen lehtësisht në zyra, pra të kalojnë në favor të shtetit, dhe ne kemi drejtorinë e tatimeve VIP që funksionojnë në biznes privat. Ne kemi një sër institucionesh që paguajnë në muaj deri 30, 40, 50 mijë. Po flasim për vila në Bregdet, për vila. Jo në rastin konkret, po flasim tërësi për pasuritë e sekuestruara. Po flet për Gërdaçela tani. Tani bëhet fjalë për Gërdaçela. Edhe aty apartamente janë. Po tani edhe poshtë parkimi janë. Po e fundit është për mbi 200 ca metra mbi pallatin e Kongresit do mbetet siç thoshte i thoshte një ndërtuesi avokati njohur Njela, dikur, i thoshte që ai merrte toka, bënte një xhami, dy si kojet vogla poshtë dhe i që ngrije i lartë ajo minareja, dy copa poshtë, minareja lartë dhe ai merrte 2 hektar tokë për këtë punë, 3 hektar, tani që për ndryshe. Mbetet ajo poshtë si 2 këto copat, edhe pak ngrijet, që mbetet për dhe Kongresit, dhe ikën 200 metra lartë. Dhe mbrapa janë këta, që kafe bejnë, por mbrapa janë edhe njerëzit e pasur të politikës, të cilët i dim kush i ka edhe qysh tek. Pra, është kjo gjendje paka shumë. Tani, nëse mund të them Zhabina, Kose lam gjevin. Për te faktit që janë sekuestruar 600 apo 650 milion euro në këto 2 aksionet fundit SPAK, ajo që në fund ka rëndësi janë konfiskimet dhe këtu bjem dakord, por duke parë rezultatet konkrete që ka pasur prokuria e posaçme gjatë vitit që lam pas, kur vjen puna të konfiskimi, SPAK dhe gjykata e posaçme janë kurkund. Bazuar në raportin që ka hartuar vetë prokuria e posaçme gjatë vitit 2025, pasuria e sekuestruar sa i takon krimit konfiskuar sa i takon krimit organizuar gjatë vitit që lam pas, është vetëm 1.900.000 euro. Ndërsa pasuria e sekuestruar ndaj personave të cilët kanë bërë korrupsion në këtë vend është vetëm 100.000 euro. Kështu që tani po flasim për një diferencë shumë të madhe mes asaj që sekuestrohet dhe asaj që konfiskohet. Dhe këtu është problemi më i madh që do të ketë prokuria e posaçme në raport me këto çështje që ne jemi duke diskutuar, sepse ne këtu do të mblidhemi sërish me kismet ndoshta vitin tjetër dhe sigurisht që do të ketë vendime për konfiskimin e këtyre pasurive dhe nëse ti në 600 milion euro ke sekuestruar vetëm 10%, atëherë nuk e në vështrimin tim asgjë, sepse 650 milion euro apo 700 milion euro me 25 milion euro të sekuestruar apo 30 milion euro të sekuestruar nuk janë asgjë dhe nuk i ke hequr nga dora krimit asgjë. Unë jam dakord me këtë për një arsye, vërtet konfiskimet mund t'jenë në gjykatë shkallës parë të GKK-s dhe në të dytën, ashtu si që shohim, ajo që ka dalë nga vatha, qofte dhe e ambasadës amerikane, absolutisht është gjykata e lartë, që do tentoj me kaq para, për mua është gjykata që brenda sistemit, jo kaq e korruptuar sa gjykatat e rretheve, po njëkohësisht aq e korruptuar deri tani ka qenë në vathën e ambasadës amerikane për të mos ndryshuar asnjë vendim nga gjykatat e GKK-s, tani e gjithë është kthyer në një çet e korruptuar e cila ndryshon shumë vendime, ka bërë lëshime pa fund, edhe duke hequr ato që duke fituar ato parateve. E fundit për mbledhje, për të gjithë të që thamë, Tela SPAK së fundmi ka realizuar goditje mjaft forta ndaj narkotrafikut dhe është vërtet për të përgëzuar. Edhe skeptike, thash në fillim unë. Jo, ka patër organizata. Jo, po. Do ishin super. Jo, të mos mbetemi të ato, okej. Çfarë na kanë treguar? Shkurt, Tela, për mbledhje. Flasim për vlera tilla ndaj trafikut të pastimit parave. Çfarë na kanë treguar këto aksione për gjendjen e vendit dhe penetrimin e krimit në ekonominë tonë? 10 vjet më parë, Shqipëria ishte e mbushur me kanabis, edhe u ngrit alarmi i madh që të gjithë po merresh me tregtinë e kanabisit. Kanë kaluar 10 vjet dhe kemi prodhuar heronjt e trafikut të kokainës, kemi 10 vite që merrem me emrat e tyre, dhe heronjt e korrupsionit. Janë gjithë këta që xhirojnë parat e drogës nga vendet e Evropës e të Amerikës Latine dhe i sjellin në Shqipëri, i investojnë këtu
pastrojnë parat, ndërtojnë vila dhe apartamente që blehen nga pjesa tjetër e korruptuar e shoqërisë dhe e shtrirë gjërësisht në qeverisje dhe në administrat, dhe SPAK-u, të paktën prej pak kohësh, ka vendosur që ta luftoj siç është organizatat kriminale të trafikut kokainës, ashtu dhe të korrupsionit. E rëndësishme është se si vjon më tej ky operacion. Pra, nga e hëna në tenjë të 4 ditë 2 operacione të tilla, por nëse ne vështrimi në për Tiranë e më tej në për Bregdet në Shqipëri, kullat e ndërtuara sërish me beton të parave të ardhura nga jashtë, apo të korrupsionit, vazhdojnë dhe shtrihen në për çdo thep të Shqipërisë. Pra, përpara SPAK-ut ka aq luftë për të bërë sa që nuk mund ta imagjinoni dot. Them që unë duhet të fut edhe diçka tjetër që besoj është e rëndësishme. Zënja Lala, do t'ju pyes ju, këtu jemi se ne do vazhdojmë, ky është një proces, do të vijojmë më tej. Zënja Lala është gjetur e fundit që ka mundë për të kaluar pas edhe pjesa tjetër të protesta dhe të ftuarit e tjerë, është gjetur një trup pa jetë që dyshohet se i përket Eglant Koçit që u zhduk në 4 qershor. Çfarë ka ndodhur? Çfarë di ti? Po duket se për fat keq po provohet përfundimisht dyshimi i policisë dhe prokurorisë që Eglant Koçi është vrarë nga miku i tij i ngushtë Armand Shaka, i cili është në kërkim. Ditën e sotme, një bari ka informuar policinë shqiptare që në lagjen Domush, në një zonë të thepisur në Cerruj, kishte parë disa sorra dhe dyshonte që mund të gjende një trup i pajet. Policia mbi bazën e këtij sinjalizimi ka ngritur edhe dronin dhe Drejtoria e Krimeve të Rënda ka zvarkuar atje. Është gjetur një trup i dekompozuar, pavarësisht se policia zyrtarisht nuk e ka deklaruar që i përket Eglant Koçit, por gjitha të dhënat, duke qenë se është i vetmi person i zhdukur gjatë ditëve të fundit, ka dyshime të forta që është pikërisht trupi i pajetit 34 vjeçarit. Megjithatë, janë thirrur familjarët dhe do të bëhet krahasimi i ADN-s mes ADN-s që do përftohet nga trupi i pajet dhe familjarëve të tij për të konfirmuar zyrtarisht, por duhet kemi parasysh që prej datës 4 qershor kur ai pra Eglant Koçi u zhduk pa gjurmë dhe deri ditën e sotme ka patur kërkime intensive nga ana e policisë së shtetit. Është shpallur në kërkim Armand Shaka dhe dyshohet që rrëmbimi dhe më pas pra mbajtja peng dhe vrasja, por edhe përpjekja për ta fshehur trupin të ketë ndodhur nga miku i tij Armand Shakaj, i cili është në kërkim, ndërkohë që është arrestuar më herët edhe kamarieri i lokalit të tij Enea Zyferi. Kjo ngjarje dyshohet të ketë ndodhur përplasjen për shkak të kriptomonedave dhe të lojrave të fatit. Megjithatë, do duhet ta konfirmojmë. Thash që është një ngjarje shumë e rëndë dhe me sa duket për fat keq janë konfirmuar tashmë dyshimet që Eglant Koçi është vrarë edhe për arsye që përmenda më lart. Megjithatë, do të pritet analiza ADN-s me qëllim që të bëhet edhe identifikimi zyrtar dhe më pas trupi të dorëzohet familjarëve. Më qenë të kaluar ne kemi pasur gjithësi. Po, kemi trajtuar. Të momente kemi trajtuar dhe Gjithsesi do bëhet ekzaminimi. do bëhet ekzaminimi. ADN-ja do ta tregoj nesër, besoj ka përfunduar procesi, po autori vrasjes akoma ka dhe ca lek për të harxuar. Po dyshimet për çfarë janë? Për t'i vjedhur parat digjitale, ajo nuk e vrau mikun e vetë për para. Por ka dhe ca para për t'i harxuar edhe kur t'i mbarojnë, edhe ata që po e strehojnë tani do ta nxjerrin në rrugë. Edhe ata thua ti. Po normale do ta nxjerrin kur t'i marrin ato para, kur t'i mbarojnë ato parat që ka me vete. Nderuar të shikues, më mbetet të falenderoj të 4 ftuarit e mi, kolegët. Ishim në pjesën e parë të këtij emisioni. Vabe madhe, si thamë të gjitha, protesta e fuqishme që po zhvillohet dhe të gjithë, por edhe SPAK-u nuk na lë pa ngjarje. Ngjarje të shumta kemi, sidomos 2 ngjarjet e fundit në pak ditë ishte 20 urdhër arreste dhe të gjitha kanë të bënin me trafiket të cilat më shumë merreshin siç doli si konkluzion këtu me vrasjet e të gjitha, se sa me gjithë të trafiqet jashtëzakonshme, të trafiqet e drogës, kokainës kryesisht, dhe 2 goditje të tepër të fuqishme që SPAK dha, duke hequr si thua edhe skepticizmin e një pjesë e njerëzish të cilët etiketonin dhe bënin, po është një punë vërtet e rëndësishme në interes të vendit. Unë ju falenderoj shumë për çka ju sot në mbrëmjen e sotme, do të jemi në
takimet të tjera. Fare shkurt publicitet dhe rikthehemi me pjesën e dytë, por mjaft të rëndësishme.